Prej disa ditësh, në media dhe rrjete sociale ka qarkulluar lajmi i bujshëm se gazetari i njohur investigativ Artan Hoxha është shpallur non grata nga shteti grek. Kjo ngjarje ka krijuar menjëherë debat publik, duke ngritur pikpyetje mbi arsyet e këtij vendimi dhe pasojat që ai mund të ketë në raportet mes dy vendeve fqinje. Për një figurë kaq të zëshme sa Artan Hoxha, ky zhvillim ka marrë vëmendje të madhe si në Shqipëri, ashtu edhe jashtë kufive. Sipas informacioneve që janë bërë publike, autoritetet greke kanë ndaluar hyrjen e tij në territor me argumentin se prezenca e tij konsiderohej e padëshiruar për arsye sigurie. Edhe pse nuk janë dhënë detaje të plota nga pala greke, aludimet lidhen me investigimet e tij të shumta në fushën e krimit të organizuar, trafikun ndërkombëtar dhe lidhje me të grupeve kriminale mes Shqipërisë dhe Greqisë. Disa analistë mendojnë se këto kërkime të tij mund të kenë vënë në siklet struktura të caktuara. Reagimi i Artan Hoxhës ka qenë i menjëhershëm dhe i prerë. Ai ka deklaruar se një gazetar që bën punën e tij nuk duhet të pengohet nga asnjë shtet, sidomos në një vend antar të BE-s. Hoxha e ka cilësuar këtë vendim si të padrejtë dhe të pabazuar, duke kujtuar se roli i gazetarisë është të zbulojë të vërtetën dhe jo të friksohet nga kufizimet politike apo presionet që vijnë nga interesat e errta. Ndërkohë, ky zhvillim ka sjellë reagime edhe në Shqipëri. Kolegjiumet e gazetarisë, politikanë dhe figura publike kanë shprehur shqetësim se shpallja non grata e një gazetari investigativ mund të shihet si sulm ndaj lirisë së fjalës. Për disa, kjo është një sinjal se investigimet e Hoxhës kanë prekur interesa të forta, ndërsa të tjerë kërkojnë transparencë të plotë nga pala greke për të kuptuar arsyetimin e vërtetë të këtij vendimi. Në këtë klim, tensioni dhe paqartësia mbetet për tu parë se si do të evoluojë situata në ditët në vijim. A do të ketë një sqarim zyrtar nga Greqia, a do të ndërhyjnë institucionet shqiptare? Një gjë është e sigurt, rasti Artan Hoxhës ka hapur një debat të gjerë mbi lirinë e medias, rolin e gazetarisë investigative dhe marrëdhëniet mes dy vendeve, duke e bërë këtë ngjarje një nga më të komentuarat e momentit.